ti vjen prej Suharikës. Po. A vazhdon të kesh antarë familjes atje, sa e shpesh tje, sa e rregull tje me... Unë faktikisht jam të jetu në Suharik për momentin. Je atje për momentin, okej, pasa mendu që jo ardhë në Prishtinë. Jo, jam këtu edhe gjithë familjen e kam atje. Mirë po tash, po besoj që së shpejti do t'jem tash më rezidente kështu në Prishtinë, se edhe shkaku i punës, po vjen pak vështirë me thonë drejten me udhëtu. Edhe këtu trafiku i të mërshëm që është në Prishtinë. Vështirë me marrë hapin me udhëtu, e vërtet. Edhe unë kam kujtime shumë të bukra, si të fëmijëri, si të jetës teme. Normalisht që në studime, unë 5 apo 6 vite kam jetu këto. Mirë po vazhdimisht nuk ka mundësi unë me i kalu 2 javë, mos me shku, unë çdo vikend jam shpe. Gjëse se menzis pres me shku të shpia, po është prindrit, është familje, motra, vllau, arditi s'ka qenë asë njerë me jetu në Prishtinë për shambull. Edhe bashkë me Dejan, adin gjithë shka më tërhek. Se di, kemi raportet ashtu me familje që nuk kam dëshirë me të qëndru. Shumë të lidhën. Me të qëndru shumë jetoni ende në atë shtëpinë e fëmirisë, po them që aty ku ti ndoshta ke ma shumë kujtime edhe kur ishe disa cepet shtëpisë, kujtohet vetja. Jo, edhe me thonë të drejtën, mbram këm po andër në shtëpinë e vjetër, edhe çdo herë kur shoh ëndra, shoh veç shtëpinë vjetër. Në shtëpinë tonë tre nuk shoh asnjëherë ëndra, dhe është shumë e çuditshme, kam shumë mall edhe nostalgji për atë shtëpi ku jam rritë dhe ku kemi nejtë si fëmijë. Mirë po, normalisht që ndryshime duhet me ardhë në jetë të secili. Sigurisht. Edhe shqyr Zotit janë ndryshime të mira, nuk janë të këqija. A keni qenë për herë ka lidhur